Gjykata e Elbasanit i ktheu për plotësim hetimesh prokurorisë dosjen e 2 rusëve dhe 1 ukrainasi, të cilët u kapën në uzinën e armave në Gramsh pas përplasjes me roje ushtarake. Vendimi u mor 3 ditë më parë në seancën paraprake gjyqësore, ku organi të akuzës ju la afat kohor deri në fund të muajit maj. Prokurori Krishnika Jazi po heton 3 shtetasit e huaj për veprat penale, sigurimi i informacioneve sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër, me qëllim që t'i jepen një fuqie të huaj, i parashikuar nga neni 214 i Kodit Penal, mbajtja valeje e armave të ftohta dhe kundërshtim me forcë të punonjësit që kryen një detyrë shtetërore. Svetlana Timofeva, Mikael Zorin, të moshave 34 dhe 23 vjeç, 2 shtetasë rus, si dhe Fedir Alpatov, 24 vjeç, ukrainas, u arrestuan më datë 20 gusht të vitit 2022, pas një incidenti që u shënua brenda rrethimit të ish uzinës së armave në Gramsh. Pasi u arrestuan, ata thanë se janë blogerë të apasionuar pas godinave të braktisura dhe objekteve ushtarake. Për këtë arsye, vizituan uzinën në Gramsh, duke mohuar që të jenë spiun. Prokuroria ngriti dyshimet për spionazh me pretendimin se të 3 ata kishin ardhur në vendin ton për të mbledhur informacione ushtarake dhe strategjike të sigurisë kombëtare. Madje si provë u paraqitën edhe materialet e gjetura në telefona dhe aparatura të tjera. Të rinjt u pikasën nga rojet e repartit në ato kohë, por pas ndjekjes i hodhën sprajt lotësielës efektivave, por pamundur që të largoheshin. 3 të huajt po hetohen nga organi i akuzës pa mas sigurie.